Klinika e poezisë, Vicar Zhiti në Universitetin e Chicago. Departamenti i mjekësisë me qendër shëndetit global, Kolegji i Mjekëve organizoi një inventarim me titull simbolik Klinika e poezisë me të ftuar poetin shqiptar Vicar Zhiti. Takimi u drejtua nga Damiano Rondeli, mjek profesor dhe drejtori i divizionit të hematologjisë, onkologjisë, i cili së fundmi ka botuar dhe një vëllim poetik italisht. Përballë tij, Zhiti përcolli jo vetëm poezinë, por dhe dëshminë e një jete të çënuar nga burgimi politik, trauma e diktaturës dhe fuqia shpëtuese e artit. Në sallën e konferencës nuk kishte vetëm studentë, por dhe kërkues, shkencor, pedagog dhe mjek nga fushat ndryshme të bashkuar tek ideja se poezia mund të jetë një formë shërimi. Takimin e hapi psikiatri amerikan Stephen Wine, studiuesi i njohur i traumës, i cili theksoi lidhjen mes krimtarisë dhe imjes të etikës së dëshmisë. Në një dialog her pas here ngjante me drama absurde, Zhiti rrëfeu se si poeziti krijonte me mend gjatë muajve të izolimit në qelitë e tuajsisë, pa letër dhe pa laps. Atje koha ishte antikohë, shpreh ai, ndërsa tregoi se poezia ishte mënyra e vetme për të shpikur lirinë. U lexuan poezit krijuara në burg të ruajtur përmes kujtesës dhe solidaritetit mes të burgosërve që sot janë pjesë e librave të tij të botuar në shumë gjuhë. Diskutimi u zhvendos më pas te poezia si terapi, te trauma dhe rikthimi i saj, por dhe te dashuria si forcë shëruese. Pyetjet të drejtë për drejta tipike amerikane nuk munguan përfshirë dhe ato mbi stresin post-traumatik. Përgjigjja e Zhitit ishte thjeshtë e njerëzore, poezia dhe dashuria e kanë mbajtur gjallë. Një mesazh që përtej moreve të universitetit tingëlloi si një ftesë për të gjithë, poezia mund të jetë edhe mjekim.